Konflikti në Iran po detyron qytetarët shqiptar të shpenzojnë më shumë se vjet, por edhe se muajt e kaluar për të njëjtat mallra dhe shërbime. Kjo lidhet kryesisht me rritjen e çmimeve të energjisë dhe karburanteve në tregje ndërkombëtare si pasojë e luftës në lindjen e mesme dhe pasigurive të shtuara. Norma e inflacionit arriti në 3% në maj, duke shënuar një rritje krahasuar me 2.2% që ishte në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në muajin e kaluar, 3 janë grupet kryesore që kanë luajtur rol në rritjen e inflacionit: qirat me 0.84%, ushqimet dhe pjetë jo alkolike që u rritën me 0.76% dhe grupi transporti me 0.51%. Kurse në krahasimin vjetor me 2025-ën, Istat thotë se shtrëngtimi më i madh ishte tek transporti me 7.8%, ku ndikim kryesor ka dhënë çmimi i hidrokarbureve. Sipas të dhënave, kostot për karburantin u rritën me 8.8% në maj, ndërsa një shtrëngtim i fortë është regjistruar tek shërbimi postar me 13.5% krahasuar me vitin e kaluar. Pas transportit, rritja më e madhe e çmimeve është regjistruar tek grupi sigurimeve dhe shërbimeve financiare me 4.9%. E pandalshme është edhe rritja e çmimeve të qirave, të cilat Instat thotë se u rrit me 6% gjatë muajit të kaluar, ndërsa çmimet e ushqimeve pësuan rritje me 2.2%. Te grupi ushqimeve, rritja më e madhe është regjistruar tek produktet e mishit, peshkut, por edhe tek frutat. Raportet e institucioneve vendase të huaj thonë se sa më shumë të zgjatet konflikti në lindje, aq më shumë ekspozohet ekonomia dhe efekt direkt parasor të çmimeve të konsumit. Në maj, Banka e Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit me 2.5%, përpos pritshmërisë për rritje të inflacionit edhe mbi 3% këtë vit.